Përshëndetje. Për sot kam përgatitur këtë detyrë. Sa gram hidrogen dhe sa gram oksigjen lirohen me elektrolizën e 1 moli ujë. Nëse është dhënë masa atomike relative e hidrogenit 1 dhe masa atomike relative e oksigjenit 16. Kjo detyrë ka të bëjë me llogaritjet në bazë të reaksioneve kimike. Llogaritjet e para i gjeni në librin e kimisë të klasës së 7, kimi e klasës 8, kimi e klasës 10, edhe në libra tjera të cilat janë të përshtatshme për llogaritje kimike në bazë të reaksioneve kimike. Pra, gjatë reaksionit të elektrolizës së ujit, ose gjatë elektrolizës së ujit kryhet ky reakcion, me që rast ndahet hidrogeni i gastë dhe oksigjeni. Në bazë të reaksionit po shihet se prej 2 moleve ujë lirohen 2 mole hidrogen, ndërsa në detyrën tonë që është dhënë se të llogaritet prej 1 moli, do të shohim se fitojmë x. Është një proporcion shumë i thjeshtë, një raport shumë i thjeshtë, që do të thotë se prej 1 moli ujë me elektrolizë fitohet 1 mol hidrogen. Nëse dojmë të llogarisim sa gram ka në këtë mol, kemi marrëdhënien e mes të masës dhe masës molare të substancës, e që rezulton të jetë se prej 1 moli ujë me elektrolizë fitohen 2 gram hidrogen. Gjithashtu, llogaritjet i bëjmë edhe në mënyrë të njëjtë edhe për oksigjenin, se prej 2 moleve ujë lirohet 1 mol oksigjen, edhe prej 1 moleve ujë lirohen x mole oksigjen. Pas llogaritjeve, pas raportit, pra shohim se prej 1 moli ujë lirohen ose fitohen 0.5 mole oksigjen. Edhe këtu pas pjesëtimit të masës, gjithsesi pas shumëzimit të numrit të moleve që kemi llogarit me masën molare të oksigjenit, fitojmë se me elektrolizën e 1 moli ujë fitojmë 16 gram oksigjen. Kjo ishte e tëra për sot. Shihemi në dyerën tonë të radhës. Deri atëherë, mirëmbëjtje.